Të gjesh një hapësirë publike për të vendosur një çadër po bëhet gjithmonë e më e vështirë. Kudo dominojnë plazhet private, që nëse nuk paguan shumën e caktuar nuk mund të pushosh me të. Këto plazhe sundojnë gjithë hapësirat në një kohë që qytetarët e thjeshtë gjenden përballë vështirësive. Të rrethuar nga hapësirat e privatëve, ata ndjejnë se të kërkosh një vend posh është një sfidë, duke i shtuar kësaj dhe çmimin që veçanërisht për pensionistët bëhet edhe më i vështirë. Për ta, problemi është edhe mungesa e rojeve, ndërkohë që çmimet i përballojnë me mjaft vështirësi. Edhe me çmimin e biletave mendoj që duhet të jetë pak më i ulët, sepse është e papërballueshme për ekonominë. Duhet vjen dorë më shumë në pastrimin e tyre. Mirë do të ishte që të sistemohesh, duhet pastrohesh, të ruhesh mirëmat. Dhe po të ruhet kjo gjendje është gjendje shumë e mirë. Këtu duhet shtohet kërkesa llogarisë, sidomos për vrojtuesat e plagëve. Sepse njerëzit duan edhe të ecin më larg, ka edhe të moshuar që si përballojnë papritur ndecën nga. Kjo histori përsëritet nga viti në vit në plazhet e Durrësit. Krijimi i plazheve publike është një detyrim që pushteti lokal ndaj pushuesve ka, por sërish në plazhet e Durrësit ka të tilla probleme.